Fotografi dhe komunikime të lidhura me dosjen Epstein dhe një vizitë zyrtare të ish zëvendës kryeministrit Begjet Pacolli në SBA tregojnë praninë e shoqëruesës së afërt të ish kryetarit të AKR-s në rezidencën famkeqe të pedofilit amerikan në New York. Mom Luang Rajadarasri ishte shoqëruesja kryesore e Begjet Pacollit në një vizitë zyrtare që ish zëvendës kryeministri i Kosovës realizoi në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtatorin e vitit 2012. Rajadarasri zyrtarisht mbante titullin e konsulles së nderit të Kosovës në Tajland, të cilin e kishte marrë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës vitin paraprak. Po raporti mes Pacollit dhe Rajadarastrit, pasardhëse familjes mbretërore në Tajland, i kalon të kufej zyrtar. Postimet e publikuara nga princesha tajlandeze në rrjetet sociale dëshmojnë diçka më tepër. Ajo i referoi Pacollit si vëlla binjak. Herë të tjera në 10 postime për Pacollin në Instagram, ajo e identifikonte ish zëvendës kryeministrin kosovar si presidenti i parë i Kosovës, sigurisht gabimisht. Me titullin president, princesha tajlandeze dyshohet të jetë referuar pikërisht Pacollit në disa komunikime të zbardhura që lidhen me dosjen Epstein. Bazuar në bisedat e publikuara javën e kaluar, Daniel Siad, një bashkëpunëtor i afërt i Jeffrey Epstein, e njofton pedofilin amerikan se princesha e Tajlandës i ka kërkuar takim në New York, ku do të jetë me presidentin e Kosovës. Aty nuk përmendet emri direkt i Pacollit, i cila së kohë mbante pozitën e zëvendës kryeministrit. Mirë se vjen në Paris, princesha nga Tajlanda do të jetë në New York në Kombet e Bashkuara me presidentin e Kosovës. Ajo do të donte të takojë nëse keni kohë këtë javë, shkruan në korrespondencë. Ky komunikim mban datën 16 shtator 2012, 3 ditë para se Pacolli dhe Rajadarasri të shfaqeshin në New York si përfaqësues zyrtar të shtetit të Kosovës, njëri si kryeministër, tjetra si konsul nderi. 3 ditë më vonë, më 19 shtator 2012, Rajadarasri do të komunikonte sërish me Epsteinin, tregojnë komunikimet të zbardhura nga dosja Epstein më 30 janar të këtij viti. Në këtë komunikim përmendet drejt për drejt emri i Begjet Pacollit. Ish konsuli i nderit e Kosovës ja dërgon Daniel Siadit, bashkëpunëtorit të Epsteinit, që përmendet shpesh në dosje, një video nga platforma YouTube, të cilin do ta shoh pedofili amerikan. Ndërsa shkëmbente mesazhe me pedofilin Epstein në mëngjesin e 19 shtatorit 2012, në të njëjtën ditë princesha tajlandeze shfaqet si shoqëruesja kryesore e ish zëvendës kryeministrit Pacolli, të cilit ajo i referoi si president në një takim zyrtar bilateral me ambasadorin e Butanit në OKB. Fotografia është publike në profilin e saj në Instagram, e publikuar më 5 janar 2013, disa muaj pas takimit. Ngjitur me këtë fotografi të njëjtën ditë, shoqëruesja e Pacollit në New York kishte publikuar një tjetër mesazh brenda rezidencës famkeqe të Jeffrey Epsteinit në New York. Fotografia shfaq shoqëruesin dhe miken e afërt të Pacollit pranë një tigri të balsamosur brenda njërës prej dhomave që ndodhet brenda shtëpisë luksoze të financierit amerikan. Një hulumtim i thjesht mbi materialet e publikuara nga dosja Epstein, nga tigri balsamosur, qelimi dhe orendit e dhomës, të cilat shihen në fotografitë e publikuara nga Rajadarasri, janë të njëjtat prej dhomës së rezidencës së Epsteinit. E emëruar konsulle e nderit e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2011, Rajadarasri mbajti këtë funksion deri në vitin 2020, kur Begjet Pacolli u largua nga pushteti. Në profilin e saj në Instagram, Rajadarasri mban ende titullin konsulle e nderit e Republikës së Kosovës dhe emrin e kompanisë në pronësi të Pacollit, Mabitex.